Përshëndetje të nderuar miq. Sonte, për shkak të dinamikave të trishta që janë duke ndodhur gjithandej në botë, sonte këto nuk do të nisi me ndonjë pyetje të zakonshme politike. Sot kemi të bëjmë me një nga ngjarjet më të rëndësishme për globin, mbase edhe për neve shqiptarët. Kemi të bëjmë me një ngjarje që po prek rendin botror. Pyetja është, çfarë ndodh me NATO-n nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen prej saj? Pyetja vazhdon. A mundet Turqia të bëhet fuqi udhëheqëse brenda NATO-s? Do me thonë, nëse SBA largohet prej NATO-s, a mund të marrë Turqia drejtimin e aleancës? Kjo pyetje nuk është çështje protokolli, e as rregullash, e ligjesh, e konditash brenda NATO-s. Kjo nuk është as vetëm çështje emrash, zyresh apo deklaratash, jo. Në pyetje është çështja e forcës, e gjeografisë, e bërthamave, ngushticave detare, lindjes së mesme, Evropës, Rusisë, detit të zi dhe vetë arkitekturës së sigurisë globale. Sot, pra, ka ardhur koha që ta themi qartë, dhe në fillim të kësaj video unë këto. NATO pa SBA-n nuk do të ishte më NATO që e njohim sot. Do të ishte një aleancë tjetër, një strukturë tjetër, një rend tjetër global, nisur nga ndryshimi i formatit dhe udhëheqjes së NATO-s. Dhe pikërisht në atë moment kur SBA-ja mund të tërhiqet nga NATO, Turqia do të dilte përpara si një prej shteteve më të rëndësishme të aleancës veriatlantike. E pyetja tjetër që duhet të pasoj është, a do të ishte Turqia thjesht shtyllë e NATO-s, apo do të mund të bëhej qendra e saj? Kjo është tema që dua ta trajtoj para juve në këtë video të sotme. Dhe unë do të mundohem ta shpjegoj, jo me slogane, por me argumente, me logjik strategjike dhe me lexim realist të asaj që mund të ndodh me botën në vitet që vijnë. E para, duhet ta kuptojmë një gjë mëse të rëndësishme, mbase themelore. NATO nuk është thjesht një organizat ushtarake, ku shtetet bëhen bashk dhe nënshkruajnë disa letra. NATO është një rend strategjik, është mekanizëm fuqie, është sistem sigurie i ndërtuar menjëherë pas luftës së dytë botërore mbi një shtyllë themelore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Formalisht, po, NATO është aleancë e shteteve sovrane. Vendimet merren me konsensus. Çdo shtet e ka votën e vet. Teoria thot se të gjithë janë të barabartë brenda NATO-s, por realiteti nuk është aq romantik. Realiteti është se NATO ka jetuar, është zgjeruar, është forcuar dhe ka ardhur deri në ditët e sotshme, duke imponuar frikë strategjike, sepse asaj ose pas saj ka qëndruar fuqia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo do të thotë se kur flasim për largimin e SBA-ve nga NATO, nuk po flasim për humbjen e një antari si të gjithë antarët e saj. Jo, po flasim për humbjen e boshtit kurrizor,
e fuqisë kryesore ushtarake, bërthamore, logjistike, financiare dhe natyrisht komanduese të aleancës. Pra, nëse SHBA largohet, pyetja e parë nuk është më a do të mbetet emri i NATO-s, NATO. Pyetja e parë është a do të mbetet fuqia reale e NATO-s, kjo fuqi që është sot. Dhe përgjigja më saktë mendoj se do të dohej të ishte mesavjod. NATO mund të mbetet formalisht, por do të goditej thellë dhe shumë më rënd në përmbajtjen dhe strukturën e saj. Çfarë mund të humb NATO nga largimi eventual i SHBA-s? Po mundohem me e shpjegue me terme të qarta pa hyrë në analiza të thella. NATO pa SHBA para së gjithash humb ambrellën kryesore bërthamore. Dhe kjo është tepër e rëndë për NATO-n, sepse një pjesë e madhe e frikës parandaluese të NATO-s, asaj në gjuhën strategjike që quhet deterrence, ka ardhur nga fakti se pas Evropës ka qëndruar Amerika si superfuqi bërthamore globale. E dyta miq, NATO në rast se SHBA largohet nga aty, humb strukturën më të fortë të komandës së integruar. Nuk është rastësi që për dekada komandanti suprem ushtarak i NATO-s në Evropë ka qenë pikërisht Amerikan. Kjo nuk ka qenë vetëm traditë, ka qenë shprehje e realitetit, cili është ai se pa SHBA-n, qendra e gravitetit ushtarak të NATO-s lëkundet dhe bie për tokë. Arsyeja e tretë, NATO humb një pjesë shumë të madhe të fuqisë financiare dhe teknologjike. SHBA ka mbajtur peshën më të madhe të shpenzimeve të mbrojtjes në aleancë. Kjo nuk është thjesht çështje e parave që ka paguar më shumë. Është çështje edhe e satelitëve, e inteligjencës, e transportit strategjik, e furnizimit me logjistik, e mbrojtjes raketore, e logjistikave të tjera, e aviacionit të avancuar dhe kapacitetit për të vepruar shpejt në çdo pikë të botës ku ka pas nevojë të intervenoj NATO. Natyrisht, nëse SHBA-ja tërhiqet nga NATO, NATO humb simbolikën e vet historike, si lidhje midis Evropës dhe Amerikës së Veriut. Pra, humb jo vetëm forcën, por edhe identitetin e saj transatlantik. Sekondëjmi, NATO do të ballafaqohej me një rrezik ekzistencial nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës largohen nga aty. Dhe këto mendoj se duhet bërë një analizë pak më ndryshe, më thellë. Nëse SHBA largohet nga NATO, pra nëse tërhiqet nga aty, NATO nuk shembet domosdoshmërisht brenda NATO-s, por hyn në një krizë të madhe të ekzistencës së saj dhe do të jepte mundësi kundërshtarëve, armiqve të botës perëndimore, të NATO-s në veçanti, të lëvizin në drejtim të futjes në tregun e fuqisë globale për ta zaventësuar fuqinë e NATO-s në rrafshin global. Dhe këto vjen momenti që shumë njerëz nuk po e thojnë sa dohet që ta thonë. NATO mund të mbjetoj edhe pa SHBA-n, por si zyrë, si emër, si strukturë byrokratike,
por shumë vështirë do të ketë që të mbetet e njëjta si fuqi friksuese dhe si garanci absolute e sigurisë evropiane. Pra, kushdo që mendon se Amerika mund të dalë dhe gjithçka vazhdon si që ka qenë më parë, nuk e ka kuptuar se çfarë është NATO në thelb. Që tregon se e ka kuptuar gabimisht NATO si vetëm një strukturë birokratike me zyret e saj në Bruksel, me numra me shifra dhe emra shtetesh antare të përhershme të NATO-s. Një pyetje tjetër, miq, që ja vlen të trajtohet sonte këtu është: a mund realisht SBA të largohet nga NATO? Nga ana juridike, po. Traktati i NATO-s lejon një shtet vullnetarisht të largohet nga ty. Por, në rastin amerikan, ka një pengesë të madhe politike dhe kushtetuese amerikane. Presidenti amerikan, cili do qoftaj, nuk e ka aq të lehtë ta nxjerrë i vetëm SBA nga NATO, pa mbështetje të Kongresit apo Senatit. Pikërisht, duke u njoft ose duke u ndje frika se mund të ndodhë diçka e tillë, mund të kërkohet diçka e tillë, në vitin 2023, SBA-ja bje vendim. Aq e vështërson largimin e SBA-ve nga NATO sa thuajse është e pamundur sipas ligjeve në fuqi brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo don të thotë se një largim i menjëhershëm dhe i pastër nuk është as i thjeshtë, bile është tepër i vështirë. Por, këto është një dallim shumë i rëndësishëm që duhet të ndaj me ju. Amerika mund të mos dalë formalisht, por edhe brenda saj, edhe brenda NATO-s, mund të dobësoj NATO-n edhe pa dalë nga NATO zyrtarisht. Si mund të bëhet kjo? Shumë thjesht. Duke i ullur numrin e trupave të saj SBA-ja në Evropë, duke e reduktuar angazhimin, duke marrë një distancë politike në raport me vendet evropiane antare të përhershme të NATO-s, duke e lënë barrën kryesore mbi evropianët. Pra, edhe pa e grisur traktatin, Amerika mund të detyroj NATO-n të hyjë në një fazë të re, ku vendet evropiane, Turqia, Kanadaja do të ndjeshin në pozitë shumë të vështirë. Dhe kjo është arsyeja pse sot shumë analist të njohur në botë, diplomat e shtete aleate, po e trajtojnë këtë çështje me seriozitetin më të madh. A mund të largohet SBA-ja prej NATO-s? Nëse largohet, çfarë do të ndodhë me te? Nëse largohet, bihet vendimi për largimin e SBA-ve nga aty, cili shtet do të zëvendësonte SBA-n, ku do të pozicionohej Turqia në hierarkin udhëheqëse, çfarë do të ndodhte në garën për të qenë i pari midis Turqisë, Francës, Britanisë, Gjermanisë dhe Polonisë. Dhe natyrisht, me që e përmenda Turqinë, tani dua ta shtroj pyetjen më interesante dhe më të ndjeshme për natën e sonshme. Çfarë ndodh me Turqinë nëse realizohet një skenar i frikshëm i tillë? Nëse SBA dobësohet brenda NATO-s,
apo largohet nga aty, Turqia rritet më njëherë në peshë. Dhe rritet jo për arsye emocionale që unë dua apo nuk dua, apo dikush tjetër do apo nuk do, por për arsye shumë konkrete, të vërtet dhe të faktuara. Turqia e ka gjeografin shumë të ndjeshme dhe në politikën ndërkombëtare me që të dashur, gjeografia shpesh vlen sa ushtria, ndonjëherë edhe më shumë se ushtria e një shteti. Turqia është nyja midis Evropës, lindjes së mesme, Kaukazit, mes dheut lindor dhe detit të zi. Ajo, Turqia pra, kontrollon hyrje dalje strategjike përmes ngushticave të saj, të cilat i ka ndër më të rëndësishmet në botë. Dhe kjo, në kohë luftrash dhe krizash të mëdha, ka një peshë të jashtëzakonshme. Turqin e vën në pozicionin e një lideri. Një çështje tjetër që duhet përmend në këtë kuptimin e pozicionimit të Turqisë në hierarkinë udhëheqëse të NATO-s është edhe një fakt tjetër. Turqia ka ushtri të madhe. Brenda NATO-s flitet se e ka ushtrinë e dytë më të fuqishme pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në NATO pra, Turqia konsiderohet si një nga forcat më të mëdha në aspektin e personelit, si dhe ka ndërtuar në vitet e fundit një industri të rëndësishme ushtarake, shumë të nevojshme për Aleancën Veriatlantike, sidomos në dron, mjete ajrore pa pilot, platforma detare, tani është duke folur edhe për nëndece dhe natyrisht është duke u forcuar në mënyrë marramendse me teknologji të tjera të mbrojtjes. Përveç këtyre dy fakteve, Turqia ka pozitë kyçe në mbrojtjen raketore dhe për kontrollin e hapësirës jugore të Aleancës. Ajo nuk është thjesht një antare e zakonshme, siç thash edhe për SHBA-n, është një hallk e domosdoshme që po të largohej Turqia nga aty, nëse jo sa SHBA-ja që krijon rrezik për ekzistencën e NATO siç është sot, domosdo do të shkaktonte një traum të pa riparueshme tërheqja eventuale e Turqisë nga aty. Kur themi se tërheqja e Turqisë nga aty do të shkaktonte trauma dhe probleme të riparueshme, në të njëjtën kohë ju duhet ta kuptoni prototipin e kësaj fjalie, se prezenca e Turqisë në NATO është e domosdoshme për të qenë kjo NATO e fortë, si kahveriu i botës, si ka lindja dhe jugu i saj. Turqia miq është në kontakt të drejt për drejt me shumë prej krizave më të mëdha që shqetësojnë Evropën. Në pyetje është Turqia, kjo Rusia, është Ukraina, është Siria, është lindja e mesme, është problemi i migracionit, është çështja e mesdheut, është çështja e detit të zi. Kjo e bën atë jo vetëm shtet ushtarak, por një shtet strategji, pa të cilën NATO nuk do të ishte kjo që është. Pra, miq, po e them me një fjali, në një NATO më pak amerikane, Turqia nuk do të ishte thjesht një aleat vetëm i rëndësishëm. Ajo do të bëhej prej shtyllave të domosdoshme të vetë mbijetesës së Aleancës Veriatlantike.
dhe kjo është një punë shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme për NATO-n, për blokun perëndimor, për rendin global që po bie dhe i riu që po merr formën përfundimtare dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe sistemin politik global në përgjithësi. Një pyetje që na bie me lexue, jo vetëm tek ne ndër shqiptarët, por edhe në qarqe të ndjeshme, analitike të marrëdhënieve ndërkombëtare e sidomos në aspektet ushtarake. A mund ta udhëheq Turqia NATO-n? A mund të bëhet liderja kryesore në rast se SHBA-ja nuk është aty? Do me thonë, a mund të jetë një Mehmet, a një Ahmet, ndonjë general turk, ai i cili do të udhëheqte NATO-n siç e udhëheqin generalet Amerikan për të darë generalet Amerikan për dekada të tjera. Unë mendoj se si Mustaf Bajrami këto që jeni mësuar të më dëgjoni, teksa i bëj këto analiza, dohet të tregoj një pjekuri në analizën time të sëndme. Meq, nuk dohet as nënvlerësuar Turqinë e as të prohet me te. Në Turqinë, në raport me NATO-n dhe në përgjithësi në lojrat e mëdha globale, nuk dohet shikuar në Turqinë me sy të morm apo të errët, por as nuk dohet që të thurrim lavdata, të përzgjedhim aso fjalë emocionale sa Turqinë ta paraqesim si një fuqi pa të cilën do të binte i gjithë rendi global. Përgjigjja ime në rastin konkret është: Turqia mund të bëhet një prej qendrave kryesore të gravitetit të NATO-s, por kur, së paku deri më tani, zëvendësuesja e plot e SHBA-ve. Për shkak se NATO nuk udhëhiqet juridikisht vetëm nga një shtet. Ajo funksionon me konsensus. Pra, edhe po të rritet shumë pesha turke brenda NATO-s, Turqia nuk mund të shndroj NATO-n në një mekanizëm të saj privat dhe aty të diktoj politika të ndryshme në favor të Turqisë, duke dëmtuar të tjerët. Tjetra miq, Turqia nuk ka fuqi globale të Amerikës. Këtë do të kuptojmë si një edhe një bojnë dy. Nuk ka të njëjtin rrjet satelitor që e ka SHBA-ja, të njëjtën ombrell bërthamore globale, të njëjtin kapacitet transporti strategjik, të njëjtën fuqi detare ndërkontinentale. Nuk e ka as të njëjtin potencial financiar për të mbajtur e vetme një rand global sigurie. Nëse për SHBA-n themi se i ka mbi 800 baza ushtarake gjithandej në botë, që vetëm në luftën e Xhirit kundër Irakut i sjell në lindjen e mesme mbi 500.000 ushtarë të gatshëm të futen në një luftë të tretë botërore për rrëzimin e Saddamit dhe marrjen e Irakut, para kësaj çlirimin e Kuvajtit, e së fundmi edhe në luftën e saj kundër Iranit, Turqia as për së afërmi nuk e ka këtë kapacitet. Turqia mund të krenohet me pozitën e saj të dytë brenda NATO-s, por në të njëjtën kohë, në gishta të dorës të një nëzdor, mund të
numrohen apo mbeten bazat e saj ushtarake diko përtej kufive të saj. Turqia përtej kësaj ka edhe kufizime politike me disa alat brenda NATO-s, ka fërkime të ndjeshme. Ka pasur tensione të niveleve intenziteteve të larta, mosmarrveshje, dallime strategjike me vendet anëtare të NATO-s. Kjo e bën që shumë shtete perëndimore ta shohin Turqinë të domosdoshme brenda NATO-s por jo gjithmonë si figurë e padiskutueshme e udhëheqjes së NATO-s. Pra, realisht, çfarë mund të ndodhë nëse SBA-ja largohet nga NATO? Mund të ndodhë që Turqia, me fol realisht, të bëhet një prej 3, 4 apo 5 shteteve më të rëndësishme të NATO-s, jo vetëm si fuqi ushtarake që është e dyta, por edhe vendimmarrëse, imponuese dhe diktuese e politikave dhe strategjive brenda NATO-s. Por në një NATO të re, jo në një NATO siç është sot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda saj. Mund të jetë Turqia një lloj drejtuesi rajonal, një lloj boshti i krahut jugor dhe lindor i NATO-s, por jo ta quaj kushtimisht sunduesja e vetme e Aleancës Veriatlantike. Përse? Sepse në një NATO pa SBA do të hyjnë në lojë disa qendra të reja force që janë brenda NATO-s. Për shembull, Britania do ta sjell aty dhe do ta imponoj përvojën ushtarake të saj, lidhjen tradicionale, transatlantike dhe fuqinë e vet bërthamore. Tjetra, Franca do të sjell aty dhe do ta imponoj statusin e vet bërthamor, ambicjen për autonomi strategjike dhe kulturën e fuqisë që e ka pas për gjatë gjithë historisë dhe në dekadat e fundit. Në anën tjetër, Gjermania do ta imponoj në mënyrë instinktive potencialin ekonomik dhe industrial. Do ta ofroj veten si një fuqi e cila pretendon së paku sa këto që i përmendëm deri më tani të jetë një vend lidere e Aleancës Veriatlantike. Edhe pse me kufizime të veta, me damka të quaj historike dhe politike që mund të pengojnë Gjermanin të jetë ajo që pati pretenduar disa herë të jetë numër 1 në botë, megjithatë, fuqia ekonomike dhe zhvillimi industrial i Gjermanisë, Gjermanin e bën vend pretenduese, po aq sa Britania dhe Franca që i përmenda para saj. Një shtet tjetër, i katërti, që do të pretendonte dhe do të pengonte atë hipotezën e Turqisë lidere e NATO-s, është edhe Polonia, që do të bëhet edhe më e rëndësishme si shteti i vijës së parë kundër Rusisë. Siç ka NATO nevojë për Turqinë në pjesën lindore dhe jugore të aleancës, NATO ka nevojë për Poloninë në pjesën veriore, atje ku puqen kufit e NATO-s me ish bashkimin sovjetik dikur e tani më me Rusin e Vladimir Putinit. Në këtë konstelacion të nderuar, Turqia do të sjell atë që askush tjetër nuk e ka në të njëjtën masë, por jo të arrijë në nivelin lider të NATO-s.
e sjell aty. Këto 4 shtete ofrojnë shansa, mundësi, argumente që i përmenda, Turqia do t'i afrohej këti pozicioni dhe ambicjes nëse e ka, e sjell aty si forcë geografin strategjike. I përmenda pak më nalt, masën ushtarake dhe lidhjen midis Evropës dhe jugut geopolitik. Pra, skenari më realist nuk është NATO turke, skenari më realist është një NATO shumë qendrore, evropiane, ku Turqia është një nga shtyllat më të forta aty, por jo më e forta, në asnjë mënyrë. Si do të dukej roli i NATO-s i Turqisë në këto konstelacione? Në praktik, mendimi im personal është se roli i Turqisë do të shfaqej në 4 drejtime. Tema e santme pra është, e ceka në fillim, po largohet NATO, SHBA nga NATO, nëse largohet çfarë do të ndodh, a mund të largohet SHBA-ja nga NATO, nëse mund të largohet dhe realizohet një skenar i tillë, çfarë do të bëhet me NATO-n? A mund të jetë Turqia lidere e saj? Për po i thash arsyet, për jo i thash arsyet dhe përmenda 4 shtetet kryesore pretendente të jenë eventualisht lidere të NATO-s, duke i sjell brenda NATO-s fuqit e tyre, afinitetet e tyre, nimetet e tyre që u ka dhënë Zoti dhe natyra. Po si të dukej pra si fund i këtij shtjellimi, si do të dukej, po mendoj forma aty. A mund të realizohet kjo? Unë mendoj se çështjen do të shiku në 4 drejtime. Turqia pa SHBA-n në NATO do të ishte rojtarja kryesore e krahut jugor dhe e hyrjes në detin e Zi. Një pjesë tepër e ndjeshme dhe e rëndësishme për aleancën. 2. Do të bëhej edhe më e rëndësishme në mbrojtjen ajrore dhe raketore të aleancës, duke u bazuar dhe fal zhvillimeve marramense të industrisë ushtarake brenda Turqisë, sidomos ato që kapin fluturimet. E treta, Turqia do të fitonte shumë peshë në industrinë ushtarake të Evropës me përvojat e saj dhe me përgatitjet e saj që janë bërë që me ardhjen e Erdogan në udhëheqje të Republikës së Turqisë. Sepse nëse Evropa detyrohet të prodhoj më shumë armë, dron dhe sisteme mbrojtjeje, do të ndryshohej struktura politike e shteteve, sidomos e këtyre 4 shteteve për të cilat thash se janë pretendentet apo konkurentet kryesore që e ndalojnë një Turqi të jetë lidere e NATO-s. Një arsye tjetër është, Turqia do të fitonte një arsye, një shpjegim tjetër, shtesë. Turqia në NATO pa SHBA-n aty do të fitonte peshë diplomatike që nuk e ka pas deri më tani. Sepse do të shihet si një urë e qëndrueshme, e pa diskutueshme, e pa kontestueshme mes Evropës dhe lindjes së mesme dhe shumë krizave të tjera ndërkombëtare. Por, miq, pikërisht këto është edhe një paradoks. Megjithëse që po e përshkruajmë Turqinë të tillë, megjithëse që Turqia është kaq e nevojshme për NATO, megjithëse që themi se është fuqia e dytë, megjithëse që i ka prioritetet
dhe Evropa, antarët e NATO-s, e shohin kaq të rëndësishme Turqinë, paradoksi është pikërisht në këtë pikë. Çfarë është ky paradoks? Sa më e rëndësishme të bëhet Turqia, aq më shumë alatët do të varen prej saj. E vazhdoj fjalien. Dhe sa më shumë të varen alatët prej saj, aq më shumë do të trembën disa prej këtyre alatëve nga mundësia e një Turqie tepër e fuqishme brenda aleancës. Një kokçamje e cila nuk mund të shërohet lehtë. As hypset vrava, as zhdrypset vrava. As maje sum për maj, e as e lëshoje se nuk po mëshën. Pra, fuqia e Turqisë, po do të rritej, por bashkë me të do të rritej edhe kujdesi i shtuar i antarëve të tjerë ndaj saj brenda aleancës veriatlantike. Atëherë miq, cili është përfundimi i kësaj që po e themi? Prap mendimi im, leximi im i rrethanave. Nëse SBA tërhiqet nga NATO, aleanca nuk vdes me njëherë, por thash të rënditet në themel. Ajo humb boshtin kryesor të sigurisë së saj dhe detyrohet të riformatohet siç është, duke u folur tani seriozisht në qarqe britanike, gjermane, franceze dhe italiane për krijimin e një NATO-je mbi themelët e kësaj, një NATO-je që mund të quhet NATO evropiane. Siç muslimanët këndej, thonë NATO islame dhe të ngjashme. Pse e thash këtë miq? Sepse veç është duke u fol, tani pas një 2-3 ditë mdoket, kanë me u takue në Londër, lider të shteteve antare të NATO-s, ku pritet të bihet vendimi i hapjes me dhunë, i ngushticës së Hormuzit, ku anije që do të kalojnë aty, do të përcillen nga anijet ushtarake të vendeve të NATO-s, jo si pjesë ndihmese ndaj SBA-ve, po si detyrim për sigurimin e transportimit të mallrave, të naftës, të plehrave, të gazit, që kalon andaj pari, shkon në përbot, në Evropë dhe në kontinentin e Azisë. Pra ka përpjekje serioze për krijimin e një NATO evropiane, në rast se vërtet Donald Trump ja arrin që SBA-n ta largoj nga NATO. Në këtë riformatim që është duke u punu të bëhet, Turqia ngrihet fuqishëm si pjesë e NATO-s. Ajo bëhet edhe më e nevojshme, më e pashmangshme, më qendrore, por jo, ajo nuk mund ta zaventsoj SBA-n si fuqi globale brenda NATO-s ose fuqi globale e NATO-s. Turqia mund të bëhet shtyllë, mund të bëhet fuqi vendimtare, vendimmarrëse në momente të caktuara, mund të bëhet nyje e domosdoshme, por NATO pa SBA nuk do të kishte më një mbret të vetëm të ri aty, por do të ketë me shumë gjasa një rend të ri, më të fragmentuar, më kolegjial, më të pasigurt, ku Turqia do të ishte një nga figurat kryesore të saj. Dhe kjo, të nderuar, se më duket u bënën 40 minuta, është arsyeja pse pyetjeja të cilën e shtrova nalt
nuk është pyetje e rëndomt retorike siç mund të ndodhin pyetje në këtë video apo në debatet televizive. Pyetja rreth shëbave do të tërhiqet apo nuk do të tërhiqet? Turqia do të mund të zëvendësoj shëban apo nuk do të mund? A do të ketë NATO sistem kolegjial, konsensus, në rast të largimit të shëbave nga aty apo jo, është një pyetje jetike që prek çdo cep të botës detyrimisht e domosdoshmë edhe interesat e neve shqiptarëve, si Shqipëri, si Kosovë dhe si hapësirë gjithë shqiptare. Pyetja që e shtrova në fillim të kësaj video është pyetje që e prek të ardhmen e Evropës. Kur them në çdo cep të botës, unë e kam parasysh dhe jam i vetëdijshëm se çfarë jam duke folur. Pyetja e tillë, pyetjet të cilat i shtrova këto, përgjigjet që u mundova të jap këto, janë përgjigje që prekin të ardhmen e Evropës, që lidhen me fatin e detit të zi, që lidhen me forcën parandaluese të Rusisë, të ariut polar që të lëshohet ka kontinenti i Evropës. Lidhet pra me ekuilibrat që kanë të bëjnë me Rusin e Putinit, e Vladimir Putinit, për rolin e Turqisë dhe për vetë rendin global që po hyn në një fazë të re, është e rëndësishme. Përgjigjja e saktë të dihet se a thua Donald Trump me politikat e tij të pa imagjinueshme deri më tani, a do t'ja arrijë që ta tërheq shëban nga NATO dhe NATO-n më të mos mbetet ajo që është sot, por një NATO me një format tjetër, me shumë lider aty, jo me një mbret të ri si që ka qenë simbolikisht po them, Shtetet e Bashkuara aty, por me një ambient në të cilin do të diskutohet shumë gjatë, shumë thellë, dhe jam mas e i bindur që nuk do të mund të arrijnë vendet kryesore udhëheqëse të NATO-s që NATO-n ta binë një ditë në pozitën që është sot në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse, meq, kur lëviz Amerika, nuk lëviz vetëm një shtet me kufi të vetë dhe me një kryeqytet që e ka. Lëviz i gjithë boshti i botës. Dhe, kur lëviz ai bosht i botës, shtete si Turqia nuk mbesin më në periferi, siç nuk do të mbesin as Gjermania, Franca, Britania dhe Polonia. Por, këto shtete, pra edhe Turqia, do të dalin në qendër të historisë. Dhe, po ja arriti Turqia, atëherë do të flet me gjuhën, terminologjinë dhe me termet politike, të cilat më parë i ka fol Perandoria Osmane. Për të mos ndodhur kjo dhe për të mos ndryshuar bota, kaq rrënjësisht dhe me kaq dinamika të rrezikshme dhe me një të ardhme të mjegull të baditur, shtetet evropiane, Kanadaja, antare të përhershme të NATO-s, do të bëjnë çmos që të mos e lejojnë Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të largohen nga NATO dhe brenda NATO-s, në kontinentin e Evropës, të krijohet edhe njerë frika e ardhjes së ushtrisë turke, në rastin konkret që Turqia të jetë shteti vendimmarrës, kryesori
ose i vetëm brenda Aleancës Veriatlantike. Natën e mirë.